Arsyetimi i zyrtarëve të zyrejës, që është një organ regulativ i cili mirret me rregullimin e tregut të energjisë elektrike, është që çmimi i energjisë është rrit në tregun botror, ato që thojmë edhe na, po edhe ka pas import shtum gjatë sezonit së dimrit. Dhe këtë pjesë, domethënë të rritjes, duhet të mbulohet nga rritja e fakturave të qytetarëve. Okay. A ka mekanizma për me mos mu rrit? Ka shumë mekanizma. Cilë që? Do të mu vu në sistem në loj, ose do të mu vend në lëvizje qeveria. Ata do të me thirrë zëren. Me domos, okay. Ata do të me thirrë zëren dhe do të mu ul me pas se si mund ta ndihmojnë qytetarin ose si mund ta subvencionojnë këtë pjesë të rritjes së importit që mos mi angarku qytetarëve. Prap, ajo është para e jonja, po është në buxhetin e shtetit. Se ne duhet ta kuptojmë që energjia elektrike qytetarëve të Kosovës pi rritet 2 herë, jo një herë 15%. 15% pi rritet ekonomive familjare, që ti ki me pagu për njësorin tën, 15% fakturën totale. Po të rritet herën e dytë nëpërmjet rritjes ose shtetimit të produktit. Po. Ne kemi me pas një ulje të standardit jetësor. Se ty dikon... A pak e kemi pas, po, do të vazhdojmë, okay. A ka konsultime paraprake me një biznes që e pyet, qysh ose a ndikon kjo rritje, si mund ta lehtësojmë këtë rritje, a ka konsultime jo me odën tuaj, por po flas me odën e ekonomike të Kosovës, por po flas a ka pas me ndonjë biznes një takim direkt prej ministrisë me... Jo, ministria ka qëndru anash, e ka vënë lojë zërejn, dhe zëreja ka marrë përgjegjësinë dhe barrën. Edhe gjujtmet, edhe të sulmin, në emën të qeverisë e ka marrë zëreja. Për shembull, shqip në Ministria e Ekonomisë e Energjisë. Ata nuk e kundërshtojnë rritjen, ata bili propozojnë që mu bë dhe disa bloqe dhe mu shpërnda barra të disa kategori të qytetarëve. Nuk ka pas konsultime dhe kjo ka qenë vërejtja më e madhe e biznesit, se biznesi nuk duron vendime ad hoc. Biznesi ka planin e biznesit që e përgatit afat shkurt, afat mesëm, afat gjatë. Dhe më afat shkurti është 1 vjeçar. Dhe gjitha kontratat prodhues tonë që i kanë lidhur, i kanë kontrata 1 vjeçare. Dhe tipi ndërhyn në brenda kontratës, edhe pi arrit çmimin e energjisë elektrike, dhe ajo detyrohet se çmimi i energjisë elektrike te biznesi është shpenzim operativ dhe drejt për drejt ndikon në rritjen e kostos së produktit, që më pas i bartë konsumatorit. Dhe çat moment që ti e njofton blersin që unë për rriti çmimin e produktit si rezultati ngritjes së çmimit të energjisë elektrike, ai hek dorë prej produktit ton. Dhe produkti jon të kurrët, prodhimi të kurrët në tregun e brendshëm, po shumë lehtë mujna me hup edhe tregun e jashtëm. Para mendoje ti mas 2 muajve që ke shkruar kontratën, pe njoftoni blers në mënyrë hipotetike, po thoni gjerman, që blers joti, edhe i thunë për rritje çmimin e produktit, pa italian krejt, sa merr hiç. Thonë s'baj gare me mu. A ka një datë kur do të hyjë në fuqi, a ka ligje tash që duhet më u kalu, a ku jemi për momentin? Ligji është i vitit 2017, kur si në atë kohë, është, si me thonë, është prolongu, nuk është implementu, u shty 2-3 herë, dhe zëreja arsyetot që ligji në fuqi dhe ju do të prej një qershori me kalu. Po edhe kushtet që i kategorizojnë biznese se cilat duhet kalohet në tregun e lirë, nuk përkojnë me realitetin e sotëm. Ndoshta në 2017 një kont mira, po sot nuk përkojnë se është mbi 50 punëtor ose mbi 10 milion qarkullim. Dhe qofse më kishte leju një minutë, janë 1294 kompani që me një qershor duhet kalojnë në tregun e hapur. Prej tyre janë 761 kompani që kanë mbi 50 punëtor, janë 318 kompani që kanë qarkullim mbi 10 milion dhe janë 215 kompani që i kanë mbi 50 punëtor dhe mbi 10 milion qarkullim. Dhe këto shqetësimi jonë më shumë të është të kompanitë 761 të cilat janë me mbi 50 punëtor.